Krimi i rëndi ekzekutimit të 34 vjeçarit Reshid Sallau, 3 metra nga obori i shtëpisë pas ditën e 7 majit mund të ishte parandaluar. Avokati i autorit 41 vjeçar thotë se policia është njoftuar nga babai i Ylber Jakut, i cili kishte paralajmëruar për tragjedinë që ndodhi. Agim Jaku, unë kam në gjithë telefonatat e tij dhe mesazhet ku kanë filluar nga ora 9:49 minuta deri në orën 11:13 minuta kanë qenë telefonata dhe mesazhe pafund ku Agim Jaku ka njoftuar policinë duke i thënë se djalim ka dalë jashtë kontrollit dhe evitoni në një ngjarje të mundshme. Çka ka ndodhur? S'është marrë asnjë mas, pasi ngjarja ka ndodhur 3 metra përpara oborit të shtëpisë së viktimës. Kishte mjaftuar një vizitë në spital të 41 vjeçarit Ylber Jaku, i cili kishte parë gjendjen e prindërve të tij për të marrë vendimin ekstrem. Kur ka shkuar në spitalin e traumës dhe ka parë prindrit e tij në atë gjendje, sidomos nënën që është në gjendje më të rëndë shëndetësore, është tronditur shumë, jashtë mase, ka fikur telefonin. Gjykata e Kukësit vendosi ta mbyllë në qeli Jakun, ndërsa para tokave të zeza 41 vjeçari nuk ka pranuar të japë shpjegime në lidhje me ngjarjen, po ka kërkuar të jenë të pranishëm përfaqësues të ambasadës angleze me argumentin se nuk ka besim te drejtësia shqiptare, ndërsa ai dhe bashkëshortja janë shtetas anglez. Aurora Guska, avokatja e caktuar kryesisht nga gjykata, tha pas seancës se dy familjet kishin një konflikt 20 vjeçar mes tyre për motive pronësie. Sa i takon 41 vjeçarit, avokatja tha se nuk ishte e vërtetë që ai erdhi nga Anglia, por jetonte prej disa kohësh dhe punonte në Shqipëri. Ngjarja e rëndë ndodhi në 7 maj në fshatin Plan të Hasit, një ditë pasi motra e viktimës 21 vjeçaria Artiola Sallau, aktualisht me mas siguria arrest shtëpie nga gjykata, kishte dhunuar dhe plagosur me sopat prindrit e Ylber Jakut pas konflikteve të vazhdueshme të pronësisë. Ylber Jaku mësoi plagosin e prindërve të tij e u hakmor duke vrarë vëllain e saj Reshid Sallau. Mësoi se shkak për konfliktin 20 vjeçar është bërë një rrugë kalimi që ka hapur një nga familjet. Gjurma e rrugës ka qenë burim konfliktesh prej vitesh, pasi dy familjet pretendojnë se rruga ka prekur pronat e tyre.